Në Qendrën për Kulturë në Kretëshov u promovua monografia A jetë rushiti në sfidat e rrugtimit adetar, me autor Shaban Dalipin, kushtuar jetës dhe veprimtarisë adetarit të njohur A jetë rushiti. Aktiviteti nisi me shfaqjen në një dokumentari që pasqyron jetën dhe angazhimin e A jetë rushitit në shërbim të kauzës kombëtare. Më pas të pranishmive u drejtua bashkëveprimtari dhe bashkëfamiljari A jetë rushitit, Xhelal Rushiti, i cili kujtoi veprimtarinë e tij të pasur adetare dhe bëri ndërlidhjen e saj me zhvillimet aktuale politike. Kishën marrë përvojë dhe mësim nga emigrantët e parë shqiptarë në kontinentin e Amerikës, nga Fan Noli dhe Faik Konica, nga shkrimet dhe publikimet e tyre se aliati më i mirë dhe më i dobishëm për kombin shqiptar është vetë shqiptari. E kundërta e asaj, për fat të keq, është fakti se kombi jonë u dëmtua më së shumti nga mungesa e bashkëpunimit dhe bashkimit. Kjo doktrin e vë çështjen sublime kombëtare mbi atë partijake dhe individuale. Nuk ka sukses të avancimit kombëtar pa vënje me këtij interesi mbi aspiratat individuale dhe partijake. Kur kësaj i shtohet edhe faktori i kundërshtarit, apo palës tjetër që hapta synon diskriminimin, heqjen e lirisë dhe vlerave kombëtare shqiptare, atëherë është e qartë se të gjithë leksionet politike, teoritë politike dhe ideologjia e shekullit të kaluar të cilën e hasim tek profesor Mithat Bey Frashëri është akoma aktuale. Pikërisht kjo politikë kërkon mobilizimin e intelektualëve dhe veprimtarëve shqiptarë edhe sot. Për veprën foli edhe recenzenti i librit Magjistër Nexhat Mehmeti, i cili vlerësoi rëndësinë e monografisë në dokumentimin e jetës dhe kontributit të A jetë rushitit. Bisedën time po e filloj me thënien e adetarit e shkrimtarit të mënjohur shqiptar, Fan Nolit, i cili në veprën e tij të mirënjohur, krijuesit Zotit të Madhrishëm, i drejtohet me këto fjalë. Citoj: O Zot, nëse kam gabuar ndaj teje falem, a nëse kam gabuar ndaj dheut e kombit, mos më fal. Mbyll citati. Nga kjo thënie, shumë thënie të tjera, lindi ideja e autorit për të shkruar e për të nxjerrë në dritë veprën madhore kushtuar adetarit kombëtarit ynë A jetë rushiti. Autori i monografisë dhe dokumentarit, Shaban Dalipi, falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen, duke theksuar se si libri ashtu edhe dokumentari sjellin në mënyrë të detajuar jetën, veprimtarinë dhe kontributin e A jetë rushitit për çështjen kombëtare. Ju ndoqët filmin dokumentar, po kështu do të keni rastin të shfletoni, të lexoni edhe librin për A jetë rushitin, i titulluar A jetë rushiti në sfidat e rrugtimit adetar. Është një libër, po ashtu edhe dokumentar filmik, i bazuar në fakte dhe argumente. Hulumtimi përfshin jetën dhe veprimtarinë e tij, që nga fëmijëria e deri në ndarjen e tij, nga jeta, pa e përmbushur misionin e tij sublim për të cilin u angazhua gjithë jetën, pra kauzën kombëtare dhe misionin për bashkim kombëtar. Në këtë ngjarje mori pjesë edhe lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili foli për rolin e rëndësishëm të A jetë rushitit në mobilizimet e hershme për çështjen kombëtare. Gjenerata e Xhajetit e frymëzuar nga të gjithë ata luftëtar të mëdhenj, nga Mefail Iman, i vogël, nga Bekzat Vuli, Azem Llami, vazhduan punën e tyre në perëndim si në Minin dhe në qytetet tjera të Gjermanisë, tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke propaganduar padrejtësi brenda autoriteteve të amerikane, si në Kongres, Senat,
departament shtetit, të gjithë punët i kanë bërë vullnetarisht. Para të pranishmive foli edhe ministri Fatmir Limani. Familjes tyre, sidomos Meftiut, i cili është këto, se në atë kohë kam qenë student, ndërkohë që babai sapo kishte dalë prej burgu, ndërkohë që asnjës në hapë të shtek, sepse ishën punëtor krava, s'na hapë të shtek për të punuar dhe për të vazhduar jetën tonë. Unë isha student në Universitetin e Tetovës dhe në atë kohë edhe gjahjeti në Kërqov dhe punën e para që i ka dhënë babai tim nëpërmes ferit Ramadanit, i ka dhënë babai dhe aty kemi punuar dhe pikrisht prej aty kam filluar dhe të ndjek hapat e para në studim. Ndërsa fjalë rasti mbajtje dhe kreu i Bashkisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut, Shaqir Fetahu, i cili theksoi se dashuria për kombin dhe atdheun është dhuratë nga Zoti, duke veçuar edhe takimet e ndryshme të Ajet Rushitit, të cilat u shpreh ai janë shembull tipik shqiptar sa i përket bashkëpunimit dhe harmonisë ndërfetare. Andaj tregojnë se nëse duhet ndonjëherë për hir të çështjeve madhore të kombit dhe vatanit, e ke të patjetërsueshme të lëvizësh me qëllim që të kthehesh triumfalisht në vendlindjen tënde dhe kombin tënd. Takimet e ndryshme, vëllezër e miq të dashur, me advetar të mëdhenj të kombit tonë, tregon aktivitetin e tij të bujshëm, dashurinë e madhe për vlerat kombëtare. Në veçanti në libër la përshtypje, takimet e fuqishme me njerëz të konfesioneve të ndryshme, katolike, ortodokse e kështu me radhë, si dhe tarikateve të ndryshme, dha porosin e relindazve të mëdhenj se harmonia ndërfetare tek shqiptarë është vlera më madhore dhe model i fuqishëm jo vetëm në Ballkan, por edhe në nivele ndërkombëtare. Andaj në konferenca që marr pjesë ndërkombëtare në Europë dhe në lindje, gjithmonë them, vin nga një komb i cili të shenjtë e ka harmoninë ndërfetare. Me fjalë për shëndetse u paraqit edhe profesori Hamid Mehmedi Çeliku. Pati ndikim shumë të madh edhe për punën time. Përveç tjerave që virale. Ky miku im, Hilmiu, thot ta kalon Kalveshdani, ndoshta është Ksule Kalveshdani, do ishte shumë mirë. Gjahjeti më duket e donte Ksulën më shumë se unë, ndoshta më shumë edhe se Kurtishi. Në fund, në emër të familjes Rushitit të pranishmit i falenderoi djali i Ajet Rushitit, Gëzimi, i cili me këtë rast shprehu mirënjohje për të gjithë ata të cilët kontribuan në realizimin e kësaj monografie. Nga babai mësova shumë për jetën, kombin dhe fen time. Këshillat e tia ishin të çmuara se buronin nga hjekat me të cilin e kishte kalitur jeta e vështirë që në fëmijërinë e hershme të tij. Sot mua më mungojnë ato këshilla. Babai ekzistencën e çdo individi e lidhte me misionin që duhet ta ketë çdo njeri i ardhur në këtë jetë. Dy misione ishin të shenjta për të. E para, edukimi dhe udhëzimi i fëmijëve në rrugën e Zotit dhe kombit. E dyta, kontributi i vazhdueshëm dhe i pakursirshëm në avancimin e çështjes kombëtare. Nga kjo perspektivë e shoh se ai me përpikshmëri i ka plotësuar këta misione. Promovimi i kësaj vepre mblodhi personalitete të jetës publike, veprimtar, intelektual dhe qytetar të shumë të interesuar për historinë dhe çështjen kombëtare.